15 informacione që po t'i analizosh se cili më vete. Kupton më së miri që prapa Bilderberg Group fshihet, aq sa mund të fshihet tashmë, rendi i ri botëror. Kryetari i tanishëm i Bilderberg Group është francezi. Si kompanisë më të madhe të siguracioneve në Europë AXA, Henri Delacroix Castre. Fare rastësisht, Miki Macron. Bilderberg Group agjendën e takimeve e harton paraprakisht në një grup të ngushtë njerëzish potent, dhe më pas agjenda kalon për aprovim nga Chatham House, vatër e nxehtë e globalizmit, sistemi për të ngritur debate dhe panele diskutimi në çështje kontroverse, mes Institutit Mbretëror për Politika Ndërkombëtare në Britaninë e Madhe. Gazetari britanik John Ronson hyri në vitin 2001 si pjesëtar dhe filmoi aktivitetin e Bilderberg Group, duke të jetë bërë qëllimshëm nga grupi, si për të thënë se ndodh diçka mes të përzgjedhurve, por edhe nuk ndodh. Një truk komunikimi me publikun, fush njohin mirë. Një politikan britanik, një nga ata idiotët e dobishëm që ftojnë çdo vit, në një prej takimeve nuk hyri dot, pasi si fillestar që ishte, kishte harruar të varte në qaf kartën e identifikimit pjesëmarrësi. Në takimin e Londrës në vitin 2013, për herë të parë Bilderberg Group u has me protestues jashtë hotelit ku do të mbahej takimi 3 ditor. Bilderberg Group nuk ka dashur kurrë që Donald Trump të fitonte presidencën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër pjesëmarrësit thirren gjithmonë persona që pas pak kohë bëhen president, ose kryeministra, ose drejtojnë struktura ndërkombëtare të rëndësisë së veçantë. Një teori thot se Bilderberg Group planifikoi në vitin 1973 rritjen e çmimit të karburanteve, dhe rritja ndodhi menjëherë në tregje. Mos harrojmë se delegat permanent janë drejtuesit e kompanive Shell dhe BP. Bilderberg Group ka pasur dhe e ka ende idenë e Bashkimit të Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Meksikës në një Union Amerikan. David Rockefeller ka pranuar publikisht që është pjesë e një kabale sekrete, një klike sekrete politike, ndërsa është pjesëmarrës i përhershëm i takimeve të Bilderberg Group, si dhe proklamator i flaktë i rendit të ri botëror. Ish kryetari i Bilderberg Group Etienne Davignon ka mohuar në mënyrë kategorike se janë grup ogurzi, megjithse nuk ka mohuar dot faktin se janë filmuar në ceremoni jo të zakonta, që në dukje shfaqen si sataniste. Sulmuesi apo personi që e ka atakuar më shumë se kushdo tjetër grupin Bilderberg është Alex Jones, aq sa një herë është ndaluar në aeroportin e Ottawas, qyteti ku dhe do të mbahej takimi i radhës. Antarët e Bilderberg Group priten në aeroporte me ceremoni nderimi dhe shoqërohen drejt hoteleve ku zhvillohen takimet, me limuzina që mbajnë shenjën B. Bilderberg Group i preu Margaret Thatcherit karrierën politike. Pse? Kjo është fare e thjeshtë për t'i dhënë përgjigje. Një gazetar i The Washington Post dha dorëheqje nga puna dhe u angazhua për pjesën tjetër të jetës, me investigimin e këtij grupi. Për dijeni, ka shkruar dhe ka demaskuar mjaft detaje. Bilderberg Group kërkon një qeverisje globale, një ushtri globale, një sistem të unifikuar arsimor në nivel global, 2 klasa sociale. Te kjo e fundit, duhet të ndaleni dhe të analizoni gjatë, për të kuptuar diabolizmin e rendit të ri botëror.